Prej kohësh rrjeti ka zirë nga lodimet për një krizë të mundshme dhe një prej misive më të komentuara që lindin brenda mureve të shtëpisë. Mungesa e dyshës tjetër në evente e fundit të rëndësishëm të lëndërimit i hodhi zjarre dhe më shumë benzinës, duke i lënë djegësit të pyesin çfarë po ndodh me treshtën e famshme. Së fundmi në një intervistë, lëndërimi ka vendosur të flasë hapur dhe të sqarojë një herë mirë të vërtetën e këtij raporti që ka mbajtur pezët kurreshtin e publikut. Ai pranoi se gjërat nuk janë më si më parë, duke konfirmuar kështu zërat për një ftoje mes tyre, por u tregua i kujdesshëm të ruante privatësinë e miqve të tij. Ka qenë një shoqëri shumë e bukur, dikur mendonim se ishim shumë të mirë për të qenë të vërtetë. Jemi kënaqur dhe kemi gjetur shumë veten te njëri tjetri. Sot gëzojmë raport, por natyrisht jo si më përpara. U shpreh lëndrimi duke theksuar se angazhimet e tyre pas formatit i kanë bërë të tyren. Megjithatë i ngacmuar se ku qëndron e vërteta mungesës së tyre në eventin e tij të madh, lëndrimi nuk u fsheh. E kemi pasur një ftoje pak për disa çështje që është më shumë personale, me njerëzit e afërt ndoshta mbetet hatri dhe për gjërat më të kota. Ai tregoi se preferon të mbajë gjërat private dhe të mos e shes shoqërinë për vëmendje mediatike. Duke thumbuar paksa edhe mediat e showbizit, ai theksoi se shpesh portalet e marrin një detaj dhe japin një kaje krejt të kundërt, ndonse në këtë rast ai pranoi se rrethanat e bën të duket fiks, ashtu siç po përflitet. Pavarësisht kësaj krizeje, ish banori duket si ka lënë dyert e hapura për një pajtim. Unë i respektoj shumë, i dua dhe kam për të vazhduar të kem respekt për ta. Jemi të rritur dhe të pjekur, besoj që komunikimi është qetë si gjithçkaje, kemi zgjidh krejt, mirë jemi, përfundoi ai duke qeshur. I pyetur se do ta shohim treshtën sërish bashkë ashtu siç kemi njohur, apo kjo ftohje kërkon më shumë kohë për të shkrirë, lëndrimi tha. Mbetet për të parë nëse gjykata mes tyre, siç e quajtur më humbur lëndrimi, do të japë një vendim në favor të miqësisë së vjetër.